Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Pas ndarjes, Vanessa thyen heshtjen për raportin me Indrin. Këngëtarja Vanessa Sono ka vendosur të flasë publikisht për herë të parë rreth përfundimit të marrëdhënies së saj me aktorin Indri Shiroka. Një histori që tërhoqi vëmendjen e publikut gjatë qëndrimit të tyre në ferm. Në një intervistë të dhënë së fundmi për një emision, artistja tregoi se gjithçka që ka shprehur gjatë eksperiencës në ferm ka qenë e sinqertë dhe e bazuar në ndjenjat që kishte në atë periudhë. Për sa kohë kam qenë brenda, kam qenë e sinqertë dhe çdo gjë që kam folur ka qenë e vërtetë. Edhe pas daljes time vazhdoi të mendoj të njëjtat gjëra, por ishte vendimi i tij ta mbyllte historinë në mënyrën se si e mbylli. U shpreh Vanessa. Ajo la të kuptohet se pavarësisht ndjenjave që vazhdon të ketë për atë periudhë, fundi i marrëdhënies ishte një zgjedhje marrë nga Indri të cilën e ka respektuar. Historia e tyre u komentua gjërësisht edhe për mënyrën e pazakontë se si mori fund. Aktori vendosi të jap fund lidhjes përmes një letre të lexuar gjatë një transmetimi live, duke surprizuar jo vetëm Vanessën, por edhe ndjekësit e formatit. Nga ana tjetër, edhe këngëtarja kishte ndërmarrë një veprim të ngjashëm ndaj ish-partnerit të saj para se të niste këtë histori, duke bërë që situata të rikthente në vëmendje një skenar që pakush e kishte parashikuar të përsëritej. Pavarësisht ndarjes, deklaratat e Vanessës tregojnë se ajo vazhdon të mbetet e qartë dhe e sinqertë për mënyrën se si e ka përjetuar këtë raport.